Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 32 vjeçe dhe prej më shumë se 7 vitesh drejtoj një dyqan të vogël në Tiranë ku gatuaj ushqime në zgar. Nuk është vend i madh, por është vendi im. Çdo tull, çdo tavolin, çdo detaj aty mban pak nga sakrifica ime. Jeta ime ka qenë e thjesht në pamje të parë. Punë pafund, lodhje e përditshme, shumë pak pushim dhe shumë heshtje në fund të ditës. Nuk kam qenë nga ato gra që ndjekin ëndra romantike. Kam qenë gjithmonë me këmbë në tokë. Kam menduar për mbijetesën, për faturat, për të mbajtur një biznes gjallë në një qytet që nuk të fal shumë. Dashuria kishte mbetur diku pas, jo sepse unë nuk doja, por sepse nuk më kishte ardhur ashtu siç e kërkoja. Në një moment thjesht u mësova të jetoj pa të, derisa ai hyri në jetën time. Në fillim ishte thjesht një klient, pastaj një fytyrë e njohur, pastaj diçka që filloi të më ndryshonte ditën pa e kuptuar. Ai nuk ishte si të tjerët, nuk vinte vetëm për të ngrënë, vinte për të qëndruar, për të folur, për të më dëgjuar, dhe kjo për mua ishte diçka e re. Askush nuk më kishte dëgjuar prej kohësh. Një nga momentet që më ka mbetur më shumë në mendje ishte një pasdite e qetë, kur dyqani ishte pothuajse bosh. Ai ishte ulur në një tavolinë dhe unë po pastroja banakun. E di që ti flet shumë pak për veten, më tha papritur. Unë dala, nuk kam çfarë të them, ju përgjigja. Ai buzëqeshi lehtë, ke për të thënë, por nuk je mësuar ti thuash. Ajo fjali më bëri të heshtë, sepse në thelb ishte e vërtet, dhe për herë të parë fillova të flas. Jo shumë, por mjaftueshëm. I tregova për vitet e vështira, për fillimet, për sakrificat, për netët kur mendoja të hiqja dorë. Ai më dëgjoi pa më ndërprer, pa më gjykuar. Dhe kjo më bëri të ndihesha ndryshe, si dikush që më në fund po shihej. Me kalimin e kohës ai u bë pjesë e rutinës time, por jo si pjesa tjetër e ditës. Ishte pjesa ime e preferuar që me zi e prisja. Ishte momenti i ditës që më jepte një ndjenjë qetësie. Një mbrëmje ndërsa po mbyllja dyqanin, ra shi. Ishte nga ato shira të fortë që zbrazin rrugët. Ai qëndronte aty. Do presim sa të pushoj, më tha. U ulëm brenda në një nga tavolinat e vogla. Pa klient, pa zhurmë, vetëm ne dhe zhurma e shiut. Ishte një nga ato momente që nuk ndodhin shpesh. Ke frikë nga kjo që po ndodh mes nesh? Më pyeti papritur. Po, i thash pa e menduar fare. As unë nuk jam trim i madh, ma ktheu me humor. Por kjo nuk është histori e lehtë, e di, i thash. Dhe për disa sekonda nuk foli asnjëri nga të dy. Pastaj ai shtoi, ndoshta gjërat më të vërteta nuk janë kurrë të lehta. Ajo natë ndryshoi shumë. Ishte hera e parë që nuk po e shmangnim në më atë që ne ndjenim, por po e përballnim. Me gjithë pasigurinë, me gjithë frikën, me gjithë pasojat që mund të vinin, ditët që erdhën nuk ishin të lehta. Kishte momente kur largoheshim pak, përpiqeshim ta bënim gjithçka normale, por nuk funksiononte. Ajo që kishim ndërtuar nuk mund të kthehej pas. Një ditë, pas një mungese disa ditore, ai erdhi përsëri. U ndal në derë për disa sekonda, sikur po mendonte nëse duhet të hynte apo jo. Pastaj hyri. Provova të rria larg, por nuk funksionoi. Buzëqeshi dhe më tha, nuk mund të rri pa ty. Aty e kuptuam që nuk kishte më kthim pas. Lidhja jo nuk ishte më një rastësi, por ishte një zgjedhje. Një rrugë që po ecnim bashk edhe pse nuk dinim ku do na çonte.
Filluan sigurisht momentet e vështira, biseda për të ardhmen, për realitetin, për atë që do të thoshte kjo për jetën tona. Sigurisht nuk ishte e lehtë, sepse nuk ishte një lidhje si gjithë të tjerat, por ishte e vërtet në thelbin e saj. Kjo ishte pikërisht që na mbante. Një natë, ndërsa po ecnim në një rrugë të qetë, më tha: "Ndoshta nuk do kemi një histori të zakonshme. Unë dal pak, por ndoshta do kemi një histori të vërtet." E pash dhe buzëqesha lehtë. Për mua, kaq mjafton. Dhe në fakt, ishte shumë e vërtet, sepse për herë të parë, në jetën time nuk po kërkoja diçka perfekte. Po kërkoja diçka reale, dhe ishte pikërisht karakteri i tij që prej vitesh mbase e kisha kërkuar dhe nuk e kisha gjetur te askush. Jeta ime nuk ka qenë e lehtë. Para këtij kam pasur një martesë që nuk funksionoi. Plagët nuk ishin të mbyllura, sigurisht, aq më tepër kur ke fëmijë në mes. Por kjo që më erdhi ishte si një dërgesë nga Zoti për të shëruar të gjitha plagët. Dhe unë nuk mund t'i mbyllja derën. Ishte vërtet shumë e pastër, edhe pse mbase diferenca jo në moshë nuk ishte shumë e pranueshme për shoqërinë tonë. Por gjithsesi, nuk jam penduar kurrë. E gjithë marrëdhënia jonë përfundoi me një martesë, me fëmijë, dhe sot jemi shumë të lumtur. Ende nuk e di nëse kam bërë hapin e dur dhe nëse nuk do të veproja kështu, cila do të ishte ardhmja ime. Këtë nuk mund ta parashikoj dhe nuk e di se çfarë do të më sjellë e ardhmja në vijim, sepse ne zgjedhim një person duke menduar se vetëm vdekja do të na ndajë, por ndonjëherë ka dhe gjëra që të ndajnë para vdekjes. Por një gjë, përveç këtyre filozofirave, një gjë e di me siguri. Ajo ditë, kur ai prift hyri në dyqanin tim për të ngrënë thjesht një pul, nuk ishte një ditë e zakonshme dhe unë e kam shënuar në kalendar. Mbase do t'i ngëlloj qesharake, po kjo pse u ngatrua me një prift? A nuk kanë mbaruar burrat e tjerë pse pikërisht aty? Gjithsesi, pavarësisht komenteve dhe gjykimeve, për mua ishte dita që më ndryshoi rrënjësisht jetën time. Me ngadalësi, në heshtje, përgjithmonë, dhe prej asaj kohe, unë nuk jam më i njëjti person. Nuk më intereson më mendimi i njerëzve. Kjo është jeta që unë zgjodha, dhe sot e kësaj dite, lumturia nuk më ka zhgënjyer, sepse kur një zgjedhje e bën me zemër, peshorja do të anojë gjithmonë nga ty, dhe Zoti do të qëndrojë gjithmonë që ajo gjë të funksionojë.